Për herë të parë jam kiqen dikun klasën e 6, po ma aktiv kam qenë pindime njëshin, ku kemi knuz bashkë me shokët e luftës, dhe prej atëherë do me thonë jam çdo herë në për festivale ku marrën manifestime. Sigurisht që fillimi akon i vështirë, po me kohën gjithë shka u bo mirë. Kur ke motiv për me punu diçka, sa shumë vështirë. Ta them drejtën atëherë ka qenë më mirë se tash. Se tash pak rinia gjithë ma tepër po ikin ka zhondre tjera. Ama besoj që do të bëhet mirë, nuk e di mas vetë, ama inshallah këto mërgjimtarë që kanë ardhën për na japin një shpresë. Urime ju qoftë edhe atinve. Ju përshëndes si televizion, jeni të mirë se ardhur, quhem Remzi Rufati, antar i shoqënisë prej vitit 1990. Po vullneti ka qenë në atë kohë edhe më i madh. Punë, angazhimi ka qenë i domosdoshëm në fjalë. Momentalisht më dobët, megjithëse antarët e ri të shoqënisë vazhdojnë në rrugën, sidomos grupin e vallëtarëve që tash. Kjo periudhë që tash është më e lehtë për të vazhduar, po mirë po mungon vullneti pak. Sadokudo në kohën tonë atëherë vullneti ka qenë shumë i madh. Dëshira më. Prandaj edhe për juve. Për unë si fëmijë i vogël, isha si antar, si solist i shoqërisë kombëtare artistike, kurse vitet e 90-ta kam qenë si udhëheqës i folklorit, domethënë, dhe antar kryesi i shoqërisë kombëtare artistike, jetë e re. Po kuptohet vitet e komunizmit, të këndosh një këngë shqip ka qenë të merr për një shqiptar, kurse tash ka ndryshuar rrethanat dhe është pak sa më ndryshe. Manifestimi sonte ishte për mendimin tim i mirë, për kujtimi gjithë kaluarës 20 vjeçare. Është mirë, pjesë tradit, si për shoqërinë kombëtare artistike, bashkëfetarët, po ashtu edhe mërgjimtarët tanë, cilët pa ndërprer sponsorojnë, ndihmojnë dhe gjithçka që duhet, ata kemi mbështetje, domethënë për fshatin, për rinin, për shoqërinë, për klubin, për të gjithë.